Është me një detaje, sepse që u thanë gjatë ditës e keni komentuar edhe ju edhe gjithë portalet, po më që kjo është një pjesë e një fenomen shoqëror që po na përcjell në përgjithësi, domethënë akuza e kundër akuza, pa baza, të pafaktuara. Mendoj se edhe parafolët të thanë që nesër duhet prokuria t'i ftojë në intervistim të dytë dhe t'i faktojnë këto fakte sepse janë akuza trona ndaj dy klubeve që megjithatë kanë arrit një kontribut bajagi të rëndësishëm në futbollin kosovar. Këtë rast nuk po përlyen vetëm dy klube, Ballkanin e dritë po përlyet komplet futbollin. Po të reagimin e federatës dhe këto gjëra tash janë pak ndihshme, sepse me akuzu publikisht dikan që e ke shit dhe dikan që e ke blej, domethënë është një akuzë goxha e rëndë. Por domethënë këto të na tash shumë lehtë po shohet në akuza, domethënë lehtë pëlqejnë një fjalë publike nëse personat që kanë komentuar nuk janë tifozë të thjesht klubeve, po si ata më janë familjar dhe më janë shumë të afërt te presidenti të klubeve, nuk është më rëndësi a janë aktivisht. Sa duhet mirët për bazë një mendim publik, për quaj ashtu, për shkak që komenti në rrjet social është mendim publik. Shikoj, I vllot të presidentit edhe i zëra presidentit. Zoti Amësh Batatina para 2 vitesh ose nuk e di sa kohën ka qenë pjesë e klubit edhe zyrtarisht. Po, më që duhet mirë në parasysh, sepse na shiko, na kemi për ditë në baza ditore kur tifozët e ndryshëm e akuzojnë madje edhe klubin e vet na përballë me çdo ditë me kësaj akuza tifozëve simpatizuesve, po ato janë këtë ndryshe, ose janë lëfusur. Mirë, po në këtë rast ato pak më ndryshe se po flasin edhe në aspektin organizativ, njëri zëvend president, tjetri është zëvend president, po në aspektin e lidhjes familjare, se profa e përmendjes të klubit do të thënë të dy klubet do të thënë nga familje të respektuar, domethënë një farë forme është ajo hierarkia familjare, klubet janë pothuajse privatizuar dhe ka peshë dhe ka rëndësi. Nuk është një tifoz i thjesht, nuk është një qytetar i Suarekës edhe i Podujevës, po janë njerëz në dy aspekte, në aspektin organizativ dhe në aspektin familjar të lidhur me udhëheqësit e klubit. Dhe ne duhet të merren seriozisht. Ose nëse kanë gabuar, ose kanë bënë afekt, ato duhet të klarojnë para organeve përkatëse se kanë gabuar, ose kanë pasur për natë ose me dëmtuar dikan. Mirë, po është akuzë për futbollin më shumë se sa për individin.